Mirë mëgjes në rërë teleshikues, jemi në kohë për të zgjuar këtu në News 24, sot është ditë e hënda të shënon 18 maj 2026, është ditë 138 nga 365 të tilla. Dielli sot ka lindur në orën 5:20 minuta, ndërkohë që të perëndojë në orën 19:55 minuta. Ne do ta nisim si zakonisht me shtypin e ditës për të vjuar më pas në pjesën e dytë me telefonatat. Në pjesën e tretë do të jemi me ekspertin e pensioneve zotin Kujtim Hoxha dhe në pjesën e katërt më pas me motin dhe trafikun. Por fillimisht, si zakonisht, e nisim me shtypin e ditës me gazetën Panorama. Procedurat, paqja fiskale, si përfitohet 100% nga fshirja e gjobave. Aplikimi, zbardhet i plot udhëzimi i tatimeve për marrëveshjen me bizneset për zbatimin e ligjit marrëveshjes së paqes fiskale, duke u hapur rrugë aplikimeve të bizneseve që kërkojnë të përfitojnë nga skema e re e negocimit me tatimet. Dokumenti përcakton procedurat që duhet të ndjekin subjektet, mënyrën e aplikimit, kriteret për pranimin në marrëveshje dhe rastet kur kërkesa refuzohet. Në faqen 11 gjeni procedurat dhe materialin e plot. Kryeartikulli i Panoramës, integrimi bashkoi votat e PSD në kuvend, por jo Ramën e Berishën. Kreu i qeverisë flet për mbylljen e negociatave. Berisha i kujton kushtet. Komisioni Europian mbështet qendrat e emigrantëve në stilin e Shqipërisë. Kryeministria Meloni përshëndrohet në një model europian. Faqet 2 deri në faqen 5 gjeni materialin e plot. Tituj të tjerë, projekt ligji i ri, si do shiten tokat bujqësore, kriteret për 445.000 familje. Nga përdorimi në pronësi, skema e re për tokat, gati për investitorët e huaj. Në faqen 10. Profesor Dr. Kim Drasa, gurët e prostatës, çfarë duhet të di çdo burr? Lista e re, kompensimi i pronave, familjet që përfitojnë, në faqen 22. Botimi, poezia e zhitit, edhe në Turqi, vlerësimi i poetit Ataol Behramoglu. Në faqen 13. Soje Sorolop do t'ju burgosim, pranoj, veçlini fëmijët të qetë, kërcënimi që sigurimi i bëri fiqeret e shehut në hetuesi, nga Plum Vreka, faqet 16 dhe 17. Shohim dhe hapësirën opinion, kujdes nga ofertat peshkuese, ju rrezikohen kursimet e jetës, nga profesor Dr. Erben Malaj. Arti i mosthënies, nga Roberta Liej, faqen 18. Ky ishte opinioni i fundit, njëkohësisht dhe titulli i fundit nga Gazeta Panorama për ditën e sotme. Gazetën më të madhe shqiptare e gjeni në çdo pikë shitje të gazetave në vend. Ndërkohë ne do të vijojmë tani me një tjetër gazetë e përditshme, është radha e Telegraf. Shohim titujt kryesor të saj për këtë të hënë. 20% e gjyqtarëve dhe prokurorëve si konsumues të lëndëve narkotike. Avokati antikorrupsion Due Pietra, drejtësia nuk mund të jetë predikim për qytetarin dhe imunitet për pushtetarin. Nuk është e vërtetë se mbi 20% e gjyqtarëve dhe prokurorëve kanë rezultuar, janë dyshuar apo raportuar si konsumues të lëndëve narkotike. Nëse është e vërtetë, atëherë Shqipëria ka një problem madhor, ku shteti hesht për ata që sot dënojnë qytetarët. Një drejtësi që nuk ka guzim të testoj veten, nuk është drejtësi e pastër, por është me dy fytyra, një nga kamerat, ku flitet për luftë kundër drogës, dhe një fytyrë tjetër në prapasken, ku sistemi mbron veten dhe pushtetin. Në faqen 4, materiali i plot. Kryeartikulli i Telegraf, dosier rrëfimi i daktilografistit për Enverin dhe Berishën. Si shtypa Enveri diplomën e luftës, qëndrimi në shtabin e përgjithshëm të ushtrisë dhe pse mbante 2 pseudonime. Berisha si përgatita disertacionin Infarkti i miokardit, fakulteti, punat e gëzëri popullit dhe kritikat për SBA dhe NATO-n. Faqen 16, materiali i plot. Titujt të tjerë, kryeministri Rama paralajmëron miratimin e IBAR me bashkëvotimin e rezolutës në kuvend.
opozita kuptoi se s'ka blokim negociatash në Bashkimin Evropian. Deputeti Aina Zhupa arrestimet e efektivëve në Sarand, shembulli një grupi të strukturuar kriminal zyrtarësh të hetohen lidhjet. Frank Shkreli, ish drejtori VOA-s, maj 1919, Sherman Miles, një ambasador amerikan mbrojtës i të drejtave të shqiptarëve në konferencën e paqes në Paris. Faqe 11, materiali i plot. Bankers dhe shkatrimi i uzinës së Ballshit, flasin inxhinierët Nako Petro, Ilirian Mitro, Dimitër Gjini, Rifat Kullolli. Prishja e uzinës së Ballshit, krim ekonomik ndaj asetit strategjik kombëtar. Prapaskenat me 3 furrat, ku vetëm njëra sot kushtonte $10 milion, 2 shkuan për shkrirje dhe një u instalua në një rafineri tjetër afër Ballshit. Skandal, ish administratori i Bankers Leonida Çobo mbyll zyrën e tij të konsulencës pasi mori 1.5 milion euro nga Bankers. Grabitja e pasurive kombëtare si u falsifikuan në vitin 2018 mbi 264 hektar sipërfaqe ujore, ish vaskat e peshkut në Nart dhe 5.000 metra katror tokë, duke u kthyer në truall. S'paktën 20 setimet e kontratës mafioze të peshkaqenëve të Gjirit Vlorës në zonën Nart-Pishporo. Fillimi i protestave në Vlorë, lavatriçja e pastrimit parave të strategjikëve dhe afera 1 milion euro me Eko Tiranën. Faqet 6 dhe 7, materiali i plot. Flet kritiku letrar Çelik Petriti, një komb nuk mbahet vetëm me asfalt dhe ndërtesa të larta, por me kulturë, arsim, shëndetësi, rinj të punësuar, kujtesë dhe dinjitet njerëzor. Pensionistët jetojnë me ankthin e faturave, politikanët miliona për propagandë. Faqet 18 dhe 19. Dhe me këtë titull e mbyllim këtu faqen e parë të gazetës Telegraf për ditën e sotme. Do të vijojmë tani me një tjetër gazetë të përditshme, Shtrada e ditës, shohim titujt kryesor të saj për këtë të hënë. Trau në syrin e predikuesit Sali, kur kampioni i gënjeshtrës flet për mediat kapura dhe mashtrim. Pse fabrika berishiste e Baltës ndaj Vjollca Hoxhës është një tjetër kulm i cinizmit dhe hipokrizisë. Historia që sjell në vëmendje memon e përgjakur të gazetarisë shqiptare në vitet 90 përballë stradës dhe hipokrizisë së sotme. Faqen 4. Kryeartikulli i ditës, firmos për armat, të firmos për kullën. Një leje për kull masive 27 katëshet e bulevardi i ri, nxjerr në dritë përfituesit direkt. Nga vllai kryebashkiaku të Tepelenës te vllai i Ministrit Mbrojtjes, por pas betonit fshihet një pazar edhe më i rënd. Investigim dhe analizë, kur lejet e ndërtimit nuk janë më akte administrative, por kode shkëmbimi. Një investigim që zbërthen mekanizmin e kontrollit brenda llojit. Dyshimet se firmosja për kullën nuk këmbyje me firmosjen për kontratën e armatimeve me kompani të sankcionuara nga Bashkimi Evropian. Faqet 2 dhe 3, materiali i plot. Kur gënjeshtra thot vërtetën, një montazh i rrem dhe i manipuluar i protokollit zyrtar që ka prekur një tel të ndjeshëm gjeopolitik. Fotoja e rreme e Trumpit që përkulet në Pekin dhe ankthi i perëndimit nga rënja, një imazh që po qarkullon me shpejtësi online, vendos përballë 2 epoka, përmes të cilave kuptohet tranzicioni dramatik i 4 dekadave. Në faqen 2. Titujt e tjerë, denoncimi, një listë e bërë publike ekspozon një skemë sa të përshtirë aq edhe qesharake, nga studio televizive te muret e Reçit dhe Peqinit, si u bën burgjet motele me pagesë për yjet e Instagramit. Në faqen 10, materiali i plot. Në brendësi 2 dekada punë për 4 mure në Tiranë, kostoja e jetesës, në faqet 6 dhe 7. Erosi dhe revolucioni kulturor i rilindjes nga Fatos Tarifa, në faqet 14 dhe 15. Rubrika e shëndetit,
A mund të kthehet pas demenca? Një studim i ri thyen mitin e kurës së përshtatur. Kthes historike për shëndetin e trurit, trajtimi që përmirëson kujtesën të 90% e pacientëve me demencë. Garda me famë e Papës dhe vjera e Skënderbeut. Histori dhe arkiva në faqen 17. Titulli i fundit: çfarë të mësojmë nga koreanët për jetëgjatësinë, këshilla dhe komunitet, në faqen 20. Këto ishin titujt kryesor nga gazeta Dita për ditën e sotme. Ne do të vijmë tani me një tjetër gazetë të përditshme, është radha e gazetës Sot. Shohim titujt kryesor të saj për këtë të hënë. Misteri i 30 prillit 2022 dhe skenarin hije i Shkëlqenit me 4 vasalët e tij deputet. Evi Kokalari zbërthen kodet e pengmarrjes së PD-s dhe fajin që rëndon mbi Sali Berishën, paralajmëron stuhin mbi shefin e Selis Blu dhe rrethin e tij të ngushtë. Në faqen 8. Titujt të tjerë: zbardhen të fshehtat e bisedave brenda Selis Blu. Kokalari: ndiem fajtore për Berishën, por shumë shpejt PD do të kthehet në dorën time. Kulisat: Ideet Beqiri zbulon pse zvarriten hetimet për dosjen e 21 janarit, jasi Sali Berisha po i shantazhon prokurorët e SPAK. Në faqen 9. Lorena Goxhobelli në SPAK: dosjet e ASHK-s bashkohen me të Akshit, drejtoresha e hipotekave, pjesë e bandës Karçana Jagasi. Tavlon Balla mungon në ceremoninë e rivarrimit të Novruz Senalis te varrezat e dëshmorëve. Një politikan i fuqishëm i uli dënimin vrasësit të efektivit policisë që ra në krye detyrës, nga burgimi përjetshëm në 35 vite në këmbim të votave për PS-n në Fier. Faqen 10. Berisha urdhër të prerë deputetëve demokrat të fshehin dosjen e Ballukut, njësi njerëzit e kreut të PD-s kanë rënë në përgjime me ish-zëvendës kryeministren dhe prapaskenat që fshihen pas bashkimit votave me Ramën në kuvend për rezolutën e Bashkimit Evropian. Titujt të tjerë: Edi Rama po mbron Linda Ramën nga qelia. Emri i bashkëshortes së kryeministrit ka dalë në furgonat e përgjimeve për tenderat te Akshi. Gazetari nxjerr prapaskenat e forta, si u detyrua gjykata e lartë të lironte Karçanajn. Thellohet lëvizja anti-Balluku në Partinë Socialiste. Braçe shpërthen pas largimit nga qarku i Fierit. Akuzon ish-zëvendës kryeministren se ka tradhtuar fermerët dhe qytetarët. Ja mesazhi për Ramën. Si po pastrohen në televizion, bashkëpunëtorët e Ramës nën hetim nga drejtësia. Karçanaj tentoi të lajë duart nga aferat e Akshit, duke ja faturuar Daniel Shimës. Si po kthehet AMF në monopolin e Milva Ekonomit, zbardhet skema sekrete e tërmeteve. Jesi do të grabiten qytetarët. Në faqen 5. Këto ishin titujt kryesor nga gazeta Sot. Për ditën e sotme do të vijojmë tani me një tjetër gazetë përditshme, është radha e përditshmes më të madhe sportive në vend, Panorama Sport. Shohim titujt kryesor të saj për këtë të hënë. Turprohet Kreu, Egnatia dhe Dinamo, leksion futbolli. Favoritët Vllaznia dhe Elbasani shpërfytyrohen në sfidat e para. Të shtunën blut gozhdojnë Kuqeblut, Shkodranët dhe Martini janë të pafuqishëm. Të dielën kampionët e Dedës, 4 petulla verde bluve të Gvozdenovic. Titulli 3 ekipe me 31 pikë, çudi e renditjes me Kuqeblut në krye. Java e parë e Final Four, Vllaznia Dinamo 0-2 dhe Elbasani Egnatia 0-4. Ndërkohë java e dytë ditën e shtunë, Vllaznia Egnatia dhe Elbasani Dinamo, dhe java e tretë Egnatia Dinamo me Vllaznia Elbasani. Detajet dhe kalendarin e plot e gjeni në faqet 2 deri në faqen 5 gazetës Panorama Sport të ditës sotme. Dursakët vjen Tetova, Teuta mbijeton në shtesë,
shuhet të ëndra e Pogradecit. Tirana firma Shehi pëlqejet edhe nga 2 klube. Administratori në sulm akuza Idrizit, arbitrat sot shiten e blihen. Ish tekniku Josa FSHF shtyu merkaton vetëm për Skënderbeun. Në faqen 10. Tituj të tjerë, Kupa e Botës 1934, triumfon Italia me aca ylli i turneut. Kapiteni anglis Kane botrori arsyeja pse jetojmë për futbollin. Itali zona Champions, drame Juves, Milani e Roma ja dalin në mesditë. Spanjë, Reali, Mourinho, del hapur, mund të vit të dëgjoj kushtet. Titulli i fundit vjen nga ciklizmi, dyrotakët në aksion nisot rrethi i 83. Detajet i gjeni në faqen 11. Me këtë titull e mbyllim këtu faqen e parë të gazetës më të madhe sportive në vend, Panorama Sport, e gjeni në çdo pikëshitje të gazetave në Shqipëri. Ndërkohë tani do t'i rikthemi edhe një herë titujve kryesor të gazetës më të madhe shqiptare, gazetës Panorama. Procedurat paqja fiskale, si përfitohet 100% nga fshirja e gjobave. Aplikimi, zbardhet i plot udhëzimi i tatimeve për marrëveshjen me bizneset për zbatimin e ligjit të marrëveshjes së paqes fiskale, duke u hapur rrugë aplikimeve të bizneseve që kërkojnë të përfitojnë nga skema e re e negocimit me tatimet. Dokumenti përcakton procedurat që duhet të ndjekin subjektet, mënyrën e aplikimit, kriteret për pranimin në marrëveshje dhe rastet kur kërkesa refuzohet. Detajet e plota i gjeni në faqen 11 gazetës Panorama të ditës së sotme. Krye artikull, integrimi bashkoi votat e PSD në kuvend, por jo Ramën e Berishën. Kreu i qeverisë flet për mbylljen e negociatave, Berisha i kujton kushtet. Komisioni Evropian mbështet qendrat e emigrantëve në stilin e Shqipërisë. Kryeministri Meloni po shndrohet në një model europian. Detajet nga faqja 2 deri në faqen 5. Tituj të tjerë, projekt ligji i ri, si do shiten tokat bujqësore, kriteret për 445.000 familje. Nga përdorimi në pronësi, skema e re për tokat, gati për investitorët e huaj. Në faqen 10. Profesor Dr. Kim Drasa, gurët e prostatës, çfarë duhet të di çdo burr? Lista e re, kompensimi i pronave, familjet që përfitojnë. Listën, një pjesë të listës e gjeni në faqen 22. Me fondin e shpërdar nga ATP për familjet e prekura nga ndërtimet informale. Botimi Poezia e Zhitit edhe në Turqi, vlerësimi i poetit Ataol Behramoglu. Soje Sorolop do t'ju burgosim, pranoj, veç lini fëmijët të qetë. Kërcënimi që sigurimi i bëri fiqeret e shehut në hetuesi. Një shkrim nga Plumbreka në faqet 16 dhe 17. Shohim dhe hapësirën opinion, kujdes nga ofertat peshkuese, ju rrezikohen kursimet e jetës. Një shkrim nga profesor Dr. Erben Malaj në faqen 19. Robert Alia i sjell në faqen 18 arti i mosthënies. Me këtë titull e mbyllim këtu, faqen e parë të gazetës Panorama për ditën e sotme, gazetën më të madhe shqiptare e gjeni në çdo pikëshitje të gazetave në vend dhe me shtypin e ditës. Ne e mbyllim këtu pjesën e parë, shkëputemi për një hapësirë publicitare, rikthehemi sërish pas pak me telefonata në studio, publicitet. Rikthehemi në studio, jemi tani në pjesën e dytë në hapësirën e telefonatave. Mirëmëngjes për gjithë ata që na bashkojnë në këto momente. Gjithashtu, mirëmëngjes telefonata e parë për këtë të hënë dhe për këtë javë, data 18 i 5 2026. Mirëmëngjes, përshëndetje.
Mirë përshëndetje, respekte për ty. Faleminderit zotëri. Sa ta dhosh numrin e telefonit, merren e 24 orëve mi prune ato kameramanët, mi prune gazetarët, ma vunë lëvizje gjithë bashkinë. Për tubacionin, për ato. Faleminderit shumë për teje, për shokëve tu, për gazetarëve, për asaj firmës, tak fak, me gjëmen, tak fak, bravo i qovë, i përshëndet dhe i respektoj. Pa mërësi se s'ka marua, la kanali, po puna ka fillu. Po më në fund, më zotëri, shqyr. Se me dy lafë për e Tiranën. E para, faleminderit ju që na kontaktuat për pjesën e parë. Urdhro. Po mashtrohet nga e Tiranën. I jetë ka 100.000 lekë në vit, i gjithë vete edhe i rej gjithë vitin. Po të këtë torë për e Tiranën se pa hajtë gjakon e këti popë, po vdesin pensionistët, pa mushire ku letër me pare, pa mushire duhet me pare. Ato 5 lekë që moni 120.000, 150.000, ja manë me drita me uja ma po prav shteti. Këtë tërpë këtë popël që ka vujtë o lëllë shumë me nëverin, kam përnu në për vepër, në për fabrikë, në për ferma bujqore, kooperativa, e moni 150.000, 120.000 pension. Të hekin dorë për këti e Tiranës o mashtrus. Sada jo se o ma i mirë se këtë, për sada nuk e boni shumë për burë. Sada dërzoje, e allonë të bakës e Tirana e mashtroj. E mashtroj, me të jabi saljanit e Tirana e mashtroj. Sada ose i gjeni plak me stufës, i ka morë për pare gjithë komunistët. Po të qenë tërë më të komunistët, ato blokmenet, ato që ka qenë oficerët e sigurimit, oficerët e mbrojtës, oficerët e policisë gjithë ato pa i këtë 50 veçarë nuk hekin do e gjithë, ala dunen me hoqën, që i të vzoj me gra, me burra, me vërtuza, e del fletë ala, e bo me ka 3 par shpia, e bo me ka 3 makina, ka nga në qytetë, ka nga gjitha ne, e ala dunen me hoqën, dunen e Tiranën. E Tiranën për ja thasë zorë, për i ngorë, i rejmë është kanë vete pisë venën 33.000 euro. 33.000 euro që jemi prishin pare në thasë për dingu tim qefin më ke tu më të aspiratorëve u gjetën pare. Gjithë sekretarë, gjithë drejtuesve e policisë, gjithë drejtuesve të bashkisë, gjithë hajtutën i këndalë. Faleminderit për telefonatën, edhe më bëhet qefi shumë që të rëzidur problemi nga emisionin Tak Fak, punë shumë e mirë e Marcel Rupit, Renata Cacit dhe Andi Labutit dhe gjithë stafit tjetër cilët punojnë Tak Fak. Zotria ishte në Kavaj, rasti ti rëzidur pas një telefonate që bërin koha për të zgjuar, rasti u adresua tek emisioni Tak Fak dhe Tak Fak problemi i ti u zgjidh. Presimi tjetër telefonat, mirë mëgjes, përshëndetje. Përshëndetje Klevi, mirë mëgjes, të rëgjë javë të mbarë të dhe gjithë stafit të mrekullueshëm. Përshëndetje zotri, javë të mbarë gjithashtu, urdhro. Të ne e kam kryesisht me televizionet komentare që janë antikomentare dhe kap që të emisioni Grida Sumës që ka filluar... Vetëm korrekt etikisht, lutem. Më shka u goja. Ka marrë përsipër të bëhet lavazh i krimit ekonomik që është në kurrizin e popullit shqiptar. Turpi qoftë... Po pse është bërë lavazh? Po më thonë Medina Karçanin. Më thonë avokatin e Lali Lekuta, Lali Eta, të pangopurita, të paftyrita. Ku e dhjën? Po mirë, njerëzit do ftohen, nuk është asë njerë problem. Po pse nuk ftohen popullit, mërë? Pse nuk ftohen pronat legjitimër? Po ka një kushtetut kjo është Shqipëri, mërë. Po se meli gjdo shteti është kushtetuta, mërë Klevi. Shumë bukur. Në pas kushtetutët bëjnë edhe ligjet. Por janë intervistuar kriminalet më të mëdhenj. Janë pa dashur që të atashoj mendimin që mund të jenë kriminale dhe personat që ka intervistuar zonja, por në botë kemi pasur histori të intervistimit të kriminalëve më të mëdhenj. Këtu Shqipëria është vend unik më burrë. Këtu Shqipëria është këtu në parcel eksperimentale globale, fal liderit fanar ndriçues të globit. E pat Italinë në Eurovision, 0 pikë. Shqipërisë. Po si s'na dha asnjë pikë ajo italiane.
Këta thanë... Po si ka mundësi, jo? E me lo... Pa është Ne motra me i gjithat ulemi mirat me e italistë. dhëmbët vini bëjnë këtu e. Tani, përsa i Ne përket... s'kemi lënë dhëmbë pa u vënë, o. Klevi, S'na japi një pikë. Kjo ishte keq fare, të kjo. policisë në Saram. Po. Këpëton, Shqipëria ka 35 vjetë, sidomos Bregdeti, nga Kepi Stilos, e deri në derdhin e Bunës, është i lakmuar nga grupet kriminale me imunitet qeveritar. Po mirë marë. Ajo zona ty, e pam gjithë kronikën. Këpëton, sa muaj kishte që punoja aty? Pastaj, ka inspektori më tëje? Në qofë se inspektori i më tës ka raportuar të Klevi si drejtor, dhe drejtori Klevi ka raportuar të kryetari bashkisë, filloj që aty më vla. Policia është halka e fundit. Nuk e dim. Më duk si show i rrallës. Pa marrë rolin e avokatit të tyre. Kupton? Po të shovësh gjithë Bregdetin, ne po shohim vetëm legalizim. Kompensohet pronari. Vënd unik në rruzullin toksor. Më kupton? E para punës. Tani dhe e fundit fare. Po bëhet reforma në drejtësi. Leximi i votës në qendrat e votimit, siç e ka 97% e votëve. Reforma zgjedhore. Reforma zgjedhore. Se themi, deputeti zgjidhet me vot populli. Po vota kur transformohet, kur futet në stall aty në palestër dhe vjen një XY i fortë i lagjes me imunitet, me mbrojtje nga shteti, çfarë do i bëj Klevi si një i ndershëm aty? E kuptoj. Absolutisht asgjë. E qartë. Mirë, faleminderit zotëri për telefonatën. Gjithë mirat, presim një tjetër telefonat në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes, përshëndetje dhe të rejtë gjithë mirat. Gjithashtu zotëri, urdhra. Sot është data 18 maj, djeko që në data 17 dhe ishtë për vjetori i takimit special. Gjë ftyrat matejatat ta shtë edhe për momentin, po dëngelin për komin shqiptar që u bëhet një pakt, lëzdim berri me edhe lakuricin e Correjtit. Marrëveshja 17 majt. 17 maj 2017. 2017. Dhe aja i prejni që sot e tonë ditën, po zotë s'kjo Shqipëri ka që mjeru me këtë popull, ka gjënëzu, me këtë popull, ka shpa mos me njoft as vetë vetën, me të peng i këtyne 2 ftyrave. Edhe një ftyret zëz, shumë zëz të i asaj kimetës Amerikës jurikimit, që e filloj me shpërbon opozitën shqiptare. Duhet mahen men mërë se data që ta se do bëhet mërë historinë Shqipërinë s'kot. Se gjithmonë një shtet pa historitë shkrume, është një shtet i pa perspektivu jetë. Na kena historitë shkrume. Na kena një histori prevezore, përsa t'jenë për shtetë një band, vjen një band, vjen një atë dhe histori kombëtare shqiptare nuk ka që në viteve, edhe qa kanë të histori jona për arkivat e Austrisë, të Romës, të shtetës që na kanë ma mirë me thonë për shumë. Pra, dhe sa t'jetë kjo histori e pa shkru me Shqipëri. Nuk është më zotëria, mirë, faleminderit për telefonatën, presim i tjetër telefonat. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje zotëri. Po me vëmendje ato gazetat. Po. Po. Neshe me mjerimin, po thuj se i në mësu, edhe po e majmë kurrizë nuk në bë përshtypje shumë. Po. Po i gjo nuk po të vëroj që është e të mërshme për sukseset që fletë kryeministri apo ato që e ndjenë nga pas sukseset e Shqipëri. A i Bregdetin e ktheu një nëvojtore, Bregdetin, të shi ka hy dhe maleve. Ku janë sukseset e ti? Masaj edhe ma të mërshme tjetër është, pa në gjotë sa Berisha mërpuri dhe, po pëse ma nuk kemi qenë këtu ne ku ka qeverisha e, ma stërë ma i prek të qenë, betë me hajdut e kriminella. Këse nuk po të vërojmë? Mjerimin po e të vërojmë se jemi mësu, pa e majmë kurrizë. Po këse më vëlla, mund më faktën më sfolin, më të na qetësojnë shpirtin.
S'kam qëtësem tjetër, faleminderit. Mirë, zotëri, faleminderit për telefonatën. Në qitë mirat, presimi tjetër telefonat në studio. Mirë mëgjes, përshëndetje. Mirëmëngjesi, përshëndetje, urime për emisionin. Përshëndetje, zotëri. Për të gazetat, vërtet anë që kanë vu Shqipnin shqitje këta më? A, nuk e di. Po, meret vesh tani Po që bëjnë shohim këta. që kjo popull nga kjo qeveri me fjalë nga këta politikan më tepër po ndjen poshtrimin dhe injorimin. Ne po shohim se si po sillen me shqiptarët. Ja të njëjtat gjona që përsërisin se të njëjtat njerëz kemi prej 80 vjetësh që kemi në kurriz. Do po e poshtrojnë këtë popull, po e largojnë dhe po e shfarosin fare këtë këmbë. Mirë, nuk e kemi ma zotërin, presimi tjetër telefonat. Mirë mëgjes, përshëndetje. Mirë mëgjes. Përshëndetje, zotëri. Zotëri, përshëndetje. Dësha me falë Për çfarë? për integrimin në Bashkimin Evropian. Jepi. Jeni drejt për drejt. Si ka mundësi, more të dyja, të bojë gjitha të pengesa edhe ma në fund e dha aprovimin. Shumë mirë bojnë që edha. Shumë mirë bojnë që edha. Të shi, të nojmi një popull, integrimin e duhet të gjithë si popull. Pa tjetër. Të shi, kom një problem për atë Nikolën. Edhe ky para fërë që shkëdronë që ti. Asu edhe une, së unë rrallë ku morë e para, ma dëmejnë se ku morë, ta morë të një mëjnë une, e në ato dy shkëdronët, a mu ne bëjnë për kriministë mërë si i shesin gjithë ato për përgojë, si nuk e di, se si e në përdit morin ato. Mirë, ka edhe njerëz që edhe mund të bëjnë, zotëri. Si vejmë qeveri, more, ato e di ma mirë se gjithë kush edhe petë Shqipnia. Po juve tani çfarë ju shqetëson, zotëri, se s'po e kuptoj tani. Shtën gjesë me thërë, shumë. Jo, në rregull Po me... në shqetësu mërë buri dhe, se vesh ato, sala kështu, sala kështu, Pra ti nuk je dakord për ato që thomë për salën? Që sala shisha do punë që boni. Po, gjë. Po a i ka qënë dhokë mërë salë Berisa mërë. Ku ti besim në ati, në e ndërhëshën dëshim me e hëshëm. Po gjë salë Berisa për të njëri prapë. Pra jeni... Salë Berisa ka qënë dhokë mërë. Shëmë në thot me komunizmi, i thot e tiramës, i blokut e i këtije, atije. Si ka mërësi e buri dhe? E blok ka qënë vetaj. Pra i ka rënë më qafe di Ramës. Në një tjetë kom. Po i ka rënë qamërë, se nuk është ma i mirë, se e di Ramën nëj peti për popit. Se ndesh për pensionet duhet në një mëj. Po nuk është ma i mirë. Me pensionet si kur nuk ka jetësur mirë. Atëhere kur... Tu si kur e ka prishur pak. Ne, ba, e dhjetë. Këtu e ka prishur pak. Se unë jam minator. Kumpion ish minator. Po? Kumpion ish minator. Unë lëdhen me bon stacin e minatorit, ase mojta, ase gjasa nuk e apradoj. Tërshte kujti besejon, më thot sala mu, thot po ta moron, thot tap stacin. Mu ma ka dhorë që prendim 100 herë. Qa pensioni merë një? Unë mërë i pension minjere me gjithë të meturina që... Po? Një pension minjere me gjithë të meturina që ngrejnë inflacionet e këto zhona 220.000. 220.000. Edhe tani nuk doj që ti besosh. Më bje me vdek, 2 herë më bje me vdek. Një herë për zgjalli se ku më henë në tokë. Të kuptoj. Atëre bje zoti e ma merë shpirtin, e unë pa e si ju jetën. Ato për shmime, për rëgat e veta, shkune e dhanë firmër të gjithë, pas një rezervë. Të kuptova, zotri. Unë të falenderoj për telefonatën, të uroj gjithë mirat, presimi tjetër telefonat në studio. Mirë mëngjes, përshëndetje. Mirë mëngjes, zotri. Përshëndetje, zotri, urdhro. Unë kisha 2 problemet vogla. Pa tjetër, po e të gjoj.
Ju dëgjova me shumë media që emisioni ju i takfati kishte zgjedh problemin një personi. Po. Nëse ka mundësi, unë kam shumë vite, mbi 30 vite që i kam bërë dokumentacionin të plot për të marrë papin e shtëpisë, edhe nuk ma japin. Nuk e di se ku qëndron problemi, sepse në kadastrën e Elbasanit, për mendimin tim nuk punohet fare. Para 2 vjetësh më kërkon një akt ekspertimi. Po. Dhe pyetja më idiote ishte, a e do papin e shtëpisë ti o zotëri? Më fali, po, si me i tha një qori a do thuj. Edhe i thash, po të lutem shumë, po si ka mundësi që ma bën këtë pyetje? Po mirë, hajde këtu. Vojta më kërkon një akt ekspertimi. E pagova 300.000 lekë, në fjalë të vjetra, edhe ja dorëzova. Nuk kam asnjë gjë më, po. Prit telefonat. Kam bërë disa herë kontakte, nuk më prat njeri. Edhe më e fundit është, para 2 muajsh, kontaktova bëndër private, nuk po flasim me emra, me një në drejtorin e hipotekës e Elbasanit, edhe ai tjetën proces, prit se do të njoftojmë neve. Pra kam mbi 30 vjetë që pres nuk e di, edhe është më e të mërshmje sepse një është e mi që i kam kufitar, i kam marrë tapit e shtëpisë, vetëm unë jo pse se kam një shtesë balkoni. Edhe e kam ble nga ushtria, edhe e kam me dokumentacion të rregullt, me hipotek të paguar të gjitha për katin e parë. Vetëm legalizimi i katit dytë edhe një balkon. Tani, më jep një numër telefoni, zotri. Po. Në pas do ju kontaktojnë vetë nga emisioni Takfak dhe shjeni nëse mund të trajtojnë si rast apo jo. Më jep numrin? Po, patjetër 069. Po. 23. Po. 73. 256. Në rregull, zotri. Mirë, faleminderit për telefonatën. Faleminderit. Presim një tjetër telefonat në studio. Mirë mëngjes. Përshëndetje. Përshëndetje. Po, zotri. Ju mora për një problem. Po. Unë në rrugën Shefqet Ndroqi. Po. Ka mbi 2 javë që janë ndryshimi rrugës, është qëndroni ndezur. Kanë harruar drita ndezur? 90 ditë, 24 orë, ka mbi 2 javë që janë aty. Jo lutem, bëjeni problemat e se është diçka që është në korrizën e popullit. Mos është prishur Chelsea? Atje se di unë. Mirë, zotri, faleminderit. Presim një tjetër telefonat në studio. Mirë mëngjesi. Përshëndetje. Përshëndetje, mirë mjes. Mirë mëngjes, zonjë, urdhëro. Mirë mjes, për i Shkodra për ju flas. Përshëndetje, Shkodra. Tashti, unë kam një vrejtje, edhe një vrejtje të madhe, për opozitën shqiptare, faktikisht kam respekt, se kanë botë pa bamen për me sjellë i grinë demokracinë në Shqipëri, se sot asë nuk ka liri, asë nuk ka demokracinë këtë shtetë shqiptarë. Edhe jam krejt e bindme për këtë gjanë. Po që nuk qohen mërë opozita për rinë, gjasme të qohen e bojnë demonstrata që janë ato gjana si bojnë. Mu qumë në grevurie më mu fut, mi avdhon drejten popëve shqiptarë mërë. Sti më me na i blek këtë tokat, e shqina në tokë, si një tokë, me fit një burë, një maskara, që po e banë këtë popull, që po i nëzjerë, gjithë rritë shqiptarë, nanat po vajtojnë e po qajnë me fëmijë gjallë, mëra, kuptoni. Si nuk qohen më në grevurie, gjithë më fut ato. Mos me shku fare në parlament, më fut në grevurie, sa shtë problem, unë tisha unë deputete, jap jetën mërë, vërtes për këtë popull. Sa shtë gjonë, jap jetën, kanë dhonë jetën për tonë. Vojo kushi, ka dojtë para tankut atë. Si nuk futën në grevurie mërë, sa Liberisha mi marë tonë, me që ashtë ma i madhe i tonëve. Mi marë më futë në grevurie, deri sa të dalin e drejta e popullit shqiptar. Futën gjasma në Europë. Po që na duhet në Europë, më shtë të tonë në Europë ka nikë. Kanë me dhe që pleqët. Po që me shku na në Europë më në pleqët. Pra nej, unë i bëj thirrje opozitës.
Ngrihuni mërë. Ngrihuni mërë të rgojni popullit që po bëhet. Po shiten këtë toke në tokë. Vete e fusha e male. A kuptojnë këto mërë? Kur e kuptojnë ne që nuk kena hajtë se një shkullë mes me e kanë të tonë. Kur e kuptojnë edhe dhe shmit e vegjel. Se që po bëhet. Sa Liberi Shamli dhe popullin, futën grevurie e zërë drejtat e këti populli, se po shkrihet këj popull. Po shkrihet këj popull, o vla. Po i pun tonë e po na vinë gjithar race e gjithar njëriu. Pa nuk e bani Osmani Turk, që nuk e bani Gjermani, Italiani, po e bani di Roma mërë, po shpopullon tonë shqiptarë të këtë Shqipnin, e po fut tonë njërë të hujmër, shkën në për lokale, shë vetëm zëzak, më falë se nuk jam bolizuse që a i thojnë kësaj, jam për tonë njërë se për këtë popullit, po shkën në gjithë lokale mërë, shkën në gjithë edhe në shotat më të thella, edhe gjenë vetëm njërës që nuk janë shqiptarë. Kam respekte, e kaloshi mirë njëzis të kate, shumë faleminderit dhe ju, zonjë, për sepse në len me thoni gjatë drejtë. mesazhin tuaj të nderët. Përshëndes të gjithë mirë gjithashtu. Do të shkëputemi për një hapësirë publicitare, pas pak do të jemi me zotin Kujtim Hoxha në studio. Publicitet. Rikthehemi në studio, jemi tani në pjesën e tretë në hapësirën e ekspertit, siç do të thënë, kam nderin dhe kënaqësinë të kem në studio ekspertin e pensioneve, zotin Kujtim Hoxha. Zoti Hoxha, përshëndetje, faleminderit për kohën tuaj. Përshëndetje. Do të flasim sot, do e ridiskutojmë edhe një herë sigurimin privat të bujkut. Hapat, kur bëhet, kush përjashtohet dhe kush përfiton që mund t'i blej sigurimet me një tarif shumë më të ullët, duhet të thënë, nga sigurimi aktual që është, por jo të gjithë mund të përfitojnë. Po, zoti Hoxha. Atëre, sigurimi i bujkut është parashikuar që nga fillimi i ligjit 7703, e cila ka ardhur si rezultat i ndryshimit të ekonomisë nga ekonomie centralizuar në ekonomi privata, të gjithë ata që kanë përfituar nga ligji 7501, pra që kanë aktivitet bujqësor dhe blegtoral, disponojnë tokë, banojnë në këtë territor ku kanë tokën, ata kanë patur të drejtën të sigurohen si të vetë punësuar në bujqësi. Dhe këtë të drejtë kanë ushtruar, ose kanë patur të drejtë ta ushtronin që nga një tetor i vitit 1991 dhe në vazhdim. Cilat janë kushtet për të bërë sigurim bujku, sepse fakti që është një nga mënyrat për të siguruar, tregon që kjo pjesë e popullsisë ka një preferencë në krahasim me pjesën tjetër të qytetarisë që zhvillojnë aktivitet në qytet, por sigurohen si të vetë punësuar, atë që janë të vetë punësuar, njëkohësisht edhe pjesa tjetër e popullsisë që janë të siguruar duke punuar në institucionet shtetërore ose në subjektet private. Pra futen të gjitha ata që përfitojnë tokë, kanë përfituar tokë nga ligji 7501, njëkohësisht dhe të gjitha ata qytetarët, ka qenë një vendim i qeverisë me numërin 167 që nga viti 2005 që mund të merrni një tokë me qira të zhvillojnë një aktivitet bujqësor blegtoral. Pra, duke zhvilluar këtë aktivitet, ata kishin të drejtë të bënin sigurim si bujk privat. Bujku privat duhet të ketë, përveç asaj që disponon tokë dhe zhvillon aktivitet bujqësor blegtoral, ai duhet të ketë edhe banimin, pra të jetë i lidhur me tokën. Dhe për këtë shkak, qeveria ka në mënyrë të vazhdueshme ka bërë atë preferencën duke i lejuar që të bujku privat të bëjë një sigurim me tarifa të preferenciale të themin, më të ulta se ato që janë në qytet. Aktualisht, e gjithë Shqipëria është ndarë në dy grupime për shkak të kësaj ku zhvillohet aktiviteti në zonat malore dhe në zonat fushore. Zonat malore kuptohet kanë një diferencë në krahasimisht me zonat fushore, sepse paguajnë sot pa penalitete, duhet të themi, për vitin 2026 janë hequr ato penalitetet që ti nëse do të
blesh periudat kaluara që nuk i ke mbuluar këto, po i ke plotësuar kushtet në vitin përkatës, i ble vetëm me atë tarifën që është sot. Dhe sot është afërsisht, po themi, 38.400 lekë në vit. Me 38.400 lekë të ri, bujku që është në zonat fushore ble një vit. Ndërsa ai që zhvillon aktivitet në zonat malore e ka afërsisht 29.500 lekë të ri. Këtu nuk futet ajo që bujku duhet paguaj edhe sigurimin shëndetësor, sepse për periudat e kaluara nuk blien sigurimi shëndetësor, e ka humbur efektin e vet, pra paguan vetëm për sigurim shoqëror. Ndërsa viti 2026, kuptohet ai që e ble vitin 2026, do të paguaj edhe sigurimin shëndetësor. Kush e blen këtë vit, domethënë për këtë vit? Për këtë vit. Duhet të sqarojmë një gjë që është e rëndësishme, sepse nga shumë qytetarë që na ndjekin, thotë unë nëse do të blej një vit sigurim vullnetar në qytet e blej me 1.300.000, që ka më kollaj edhe ta blen në këtë. Nuk është zgjedhje kjo, domethënë që ti të mund të zgjedhësh. Nuk është se përfiton çdo kush. Çdo kush e fiton ai që ka tokë. Jeton edhe në fshat, ose më mirë të themi mund të blerë periudha edhe për periudat e kaluara, por ai duhet të ketë patur edhe gjendjen civile, të ketë patur tokën edhe gjendjen civile. Për atë periudhë ai megjithëse sot për shembull mund të jetë në një qytet, pra të ketë ndruar vendbanimi për periudhën që ka qenë ndruar, që ka banuar, ka patur edhe tokën në fshat, ai atë periudhë mund ta blerë edhe sot. Pra për këtë pjesë të qytetarëve bëhet fjalë që ata mund t'i sigurojnë këto vite duke i blerë. Njëkohësisht, duhet të sqarojmë disa gjëra. Në periudat e mëparshme reflektuar edhe janë konstatuar raste që qytetarët kanë siguruar periuda sigurimi si bujk privat nën moshën 16 vjet, është taksative, 16 vjet dhe lart, nuk mund të blesh periuda për nën moshën 16 vjet. Se kemi arritur deri edhe në 3 vjet ka qenë një nga berat që kam përmendur edhe me emër këtu, unë kish dalë një herë aty. E kishim si sigurim bujku neve, inspektor bujkut, edhe kishte nga 3 vjet, nga 6 vjet, i papërgjeshëm, dhe më në hajde të marrë lekët unë këtu. Njëkohësisht ka patur edhe probleme, sepse qytetarët, sidomos zona veri lindore, ka patur probleme që kanë derdhur sigurime si bujku dhe sot si njën, sepse kanë qenë pa kujdesshëm inspektorët e bujkut në atë territor, që nuk kanë evidentuar, pra të kenë saksuar vendbanimin edhe pajisin me tokë të qytetarëve, edhe duke ditur vetëm vizualisht që ky është këtu në fshatin tokë, thotë ka tokë, pa marrë fare dokumentin e tokës, i ka marrë kontributet, ati qytetarë dhe sot aty nuk i njihen, sepse ka patur probleme me pajisin me tokë, shumë qytetarë kanë në emrin e trungut familjar, jo të vetë, dhe duke mos e patur këtë, pastaj krijojnë probleme. Njëkohësisht, ka humbur një besueshmëri Instituti i Sigurimeve Shoqërore, sepse vetë nga kontrolli i lartë i shtetit, po dhe kontrolli i brendshëm, është vërtetuar që 26.000 qytetarë që kanë derdhur kontribute si bujk privat nuk e kanë emrin, pa shteti e ka marrë parat. Po çfarë bën me këto para? Dhe se ditë kujt i ka. Thjesht instituti i del për detyrë t'i evidentoj, t'i gjej mundësit si ka dokumentat, duke hedhur rast pas rasti në databazë, për t'i evidentuar ato rastet që janë grumbulluar parat, po nuk kanë emrat. Është për të ardhur keq, sepse të tëra këto funksionojnë aktualisht mbi bazën e besueshmërisë që ka qytetari ndaj shtetit, dhe kur shikon që shteti është i papërgjegjshëm në një farë mënyrë, nuk i ka evidentuar ata kontribute që ka derdhur qytetari, ai nditet dhe nuk merr iniciativën për të patur siguri. Thotë sa të mi vjedhin, mos e kështu e quajnë vjedhje, pavarësisht se ka të bëjë nga pakujdesit këtu, nuk ka të bëjë me këtë termin e fundit.
ajo bëhet pengesë pastaj për të grumbulluar kontributet. Njëkohësisht, në sigurimin e bujkut, kanë të drejtë të përfitojnë periudha sigurimi edhe për shembull edhe nuset që janë martuar në përsa ko është bërndarje me 7.501 dhe si familjare kanë marrë tokë? Ata kanë marrë si familje dhe ajo që në ditën që ka lidhur martesën mund të blerë sigurim bujku. Ashtu sikurse edhe qytetarët e tjerë që kanë lindur pas datës 1991, por që familja tyre ka tokë, pra mjafton që familja e tyre të jetë pajisur me tokë, prindrit, e ka të drejtë ose ai të blerë periudha sigurimi si bujku mbi moshën 16 vjet. Në rast se kemi pasur, kur diskutuam herën e parë, këtë problematik, ka pasur qytetarë që më kanë telefonuar dhe pyesnin, në rast se kanë qënë me vendbanim në atë qytet ku kanë pasur tokën, por kanë qënë në qytet dhe jo në fshat. Ata kanë të drejtë bëjmë. Për shembull, duhet të kuptojnë njerëzit se ka patur kooperativa bujqësore me formimin vullnetar që ka qenë në kohën e Enver Hoxhës dhe kanë qenë kooperativat bujqësore. Për shembull, Korça ka patur bostagjit e Korçës, të cilët e kanë dorëzuar tokën, janë futur në kooperativë dhe si rezultati i shpërndarjes në beve dhe ish kooperativa bujqësore, ata si pas kontributit që kanë patur atëherë, kanë përfituar tokë. Pra ai mjafton të vërtetoj që është përfituesi e asaj toke dhe banimin atij ai ka të drejtë të blerë periudha pavarësisht se banon në qytet. Sepse ka fituar me ligjin 7501 dhe ka drejtë të blerë këto periudha. Nuk kanë të drejtë të përfitojnë ata qytetarë që kanë një sigurim tjetër. Për shembull, ai është i vetë punësuar ose i punësuar në shtet ose i punësuar në një subjekt tjetër, pra që të blerë edhe një periudhë tjetër si bujk, nuk mund ta blerë, se është i siguruar në një. Pra, për periudhën që sigurohet, duhet të jetë bosh si periudhë. Jetë bosh si periudhë. Mos ketë qenë në punë atë periudhë, mos ketë patur siguracion. Kjo është. Të tjerët kanë të drejtë. Ndikon tani në masën e pensionit? Kjo është ajo që shumë qytetarë e bëjnë pyetjen. Pra, një qytetar me një vit sigurim, dërth 1.300.000 lek për të blerë një vit. Ndërsa një ish kooperativist ose ish punonjësi në BES që ka përfituar nga ish 7.501, ka zhvilluar aktiviteta, ju i ble këto periudha me të themi ju i fushës, e ble me 385.000 lek me rumbullakim. Pra, është favorizuese dhe këto janë të një vlefshëm. Vlen një lloj për efekt të llogaritjes së pensionit. Është e njëjtë. Prandaj i favorizon qeveria sepse punojnë në punë të vështira dhe për ta lidhur më tepër për të mos e braktisur tokën, krijon stimulim. Kjo që është interesante, se ka shumë qytetarë që priren, sepse mendojnë që do i ulin masën e pensionit për shkak të... E ble një lloj, efektin e ka një lloj. Si pensioni minimal. Si kontributet minimal. Mirë, shumë faleminderit për gjitha sqarimet. Zoti Hoxha, duhet ju sjell edhe një pyetje tjetër të një qytetari që ishte ditën e shtunë, i cili kërkoi telefononte dhe të lidhej me ju, po i thash dhe do e adresoj unë çështjen te Zoti Hoxha. Qytetari kishte probleme vitet e punës nga 14 deri në 18 vjeç, diku te vitet 67 deri në 81 ose diçka më vonë, 68 deri 71. Si, a i kishte dalë në pension, si mund t'i përfitojnë që të mështohet masa pensionit? Atëre qytetari me të drejtë për atë që ka mangësia ose për atë që ka dhënë kontribut në një periudhë të kaluar, sot për shkaqe nga më të ndryshme ati si janë njëtur 4-5 vjetë. Në këto raste, a i duke qenë se përfiton një pension, pra është në kushtet e përfitimit të një pensioni, duke krahasuar me vendimin e Këshillit të Ministrave 828, ai nuk mund të përfitoj këto periudha forfet, do me thënë ti marrë këto periudha për dy shkaqe. E para sepse ai përfiton një ligj dhe vendimi i Këshillit të Ministrave 828 nuk e parashikon të trajtojë qytetarët që marrin një pension, por trajton ata që janë duke ushtruar këtë të drejtë, pra s'kan asnjë lloj përfitimi pensioni, dhe kur e ushtron për herë të parë,
ai ka drejtë të përfitoj këto periudha forfe edhe kur si ka dokumentat shteti, por që nga mosha 18 vjetë. Nërsa nuk mund të përfitojnë edhe këta qytetarë që s'kan aplikuar sot, po edhe ata të tjerët që marrin një pension pleqërie, me vendimin e Këshillit Ministrave 828. Kjo mund të njëhet vetëm me anën e gjyqit. Do aplikoj në shtet për t'i kërkuar ato që t'ja njohin, ata do t'i kthejnë përgjigje, në sigurime shoqërore do t'i kthejnë përgjigje negative dhe ai me këto dokumenta do t'i njohë gjyqësisht. Rrugë tjetër nuk ka këto që t'i njohë kështu a forfe pa vajtur në gjyq. Kështu është parashikuar. Shumë faleminderit për gjitha sqarimet, zoti Hoxha. Do të presim tani telefonata në studio, pyetje që mund të kenë qytetarët. Numrin e telefonit e keni të afishuar në ekran. Për këtë momenti e keni të hapur në pritje telefonatave tuaja. Mirëmëngjes, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Përshëndetje zotri. Me ekspertin e pensionit dikta me pyet diçka. Jeni drejt për drejt me zotin Kujtim Hoxha, urdhro. Alo. Po. Kujtim Hoxha. Po, urdhëron. Unë na ka marrë bonus me vitëri vetëm një muaj, kurse 8.000 lekë nuk ne kanë galu muaj tje, kurse ty vetë të thonë që bani kërkes, Albania si kanë bon, na thonë u ta kanë, me na i dhonë që në njopin të 7 muaj. Atëre duhet të sqarojmë edhe këtë pozicion të qytetarit, sepse ka me të drejtë ose me të pa drejtë, qytetar nga më të ndryshëm, si pas interesave dhe pozicionit ku grupohen, kërkojnë shpjegime në lidhje me atë bonusin ose kombesimin që ka filluar nga 1 janari i vitit 2026 dhe në vazhdim. Në dinin time, të gjitha ta, edhe si pas këtij vendimi, përfitojnë atë 8.000 lekshin, atë të gjithë qytetarët që nuk janë në kushtet të plota të pensionit pleqërisë, pra janë në kushtet të pjesshme. Dhe këta e përfitojnë të gjithë ata që kanë pensionet më të vegjël se 220.000 lekë. E përfitojnë këtë 8.000 lekshin, por deri në nivelin e 220. Duhet të sqaroj me një tjetër, sepse shumë qytetare kuptojnë gabim dhe thonë, mirë, unë janarin e marrë 8.000 lekë, në shkurt s'ka marrë atë bonusin ose në mars nuk e ka marrë, duhet të thënë që këta e merë 8.000 lekshin çdo muaj, po nuk mblidhen këto, të themi që në janar marrë 8.000 lekë, në shkurt të marrë 16, në mars të marrë 24 e merë atë. Pra merë pensionin që ka marrë në muajin dhjetor, në muajin janar, shkurt, mars e merë atë, përfitojnë vetëm 8.000 lekë. Plus. Përfitojnë plus. Po nuk Nuk ka në mblidhet që të thonë për shumë, po u mirë, një pyetje më bërë një qytetar. Unë kur do arri 400.000 lekshin, po tjetë kështu vetëm 8.000 lekshin. Pra nuk bëhet fjalë që të gjithë do të shkojnë në atë 20.000 lekshin. Ajo është një objektiv i qeverisë që pensionet t'i shpjerë dhe në nivelin mesatar t'jenë prej 20.000 leksh. Mesatar. Edhe këtu abuzohet shumë basaja, sepse vetë shifra e lartë e pensionistëve që marrin nën 190.000 lekë është 521.000. Dhe kur do ta marrin këta, me këtë formulë, shumica nuk e marrin as 8.000 lekshin, po si ta supozojmë që do ta marrin të gjithë 8.000 lekshin, këta sa arrin kur bile për të sqaruar më mirë, si pas objektivave, pas 4 vjetëve këta maksimumi, ata që e përfitojnë do marrin një 32.000 lekë të vjetë do të shtojnë në krahasimisht me atë pensionin që marrin sot. Pra, që nuk e marrin. Si kur ta ketë 190, do t'i marrë afërsisht 120. Me përllogaritje, pra 521.000, 521.000 marrin pension në 190.000 lekë. Pas 4 vitesh do të marrin 222.000. 22.000 lekë. Nën këtë, kjo është maksimal. 22.000 lekë. Kështu që sa do që të marrë ata që janë mbi 190.000 lekë, se 730.000 janë gjithsej. Një pjesë nga këta, ata që janë ushtarak, ata që kanë ushtruar funksione kushtetuese, policët, mësuesit, mjekët, të cilët si rezultati i kontributave tyre marrin një pension 20.000 lekë, ata nuk e përfitojnë asnjëherë këta dhe mbeten në këtë nivel. Pra, janë të përjashtuar nga ky bonus ose kjo mënyrë e shpërndarjes
të këtyre të ardhurave që grumbullohen në buxhetin e shtetit janë jo përfitues. Këtu futen pasaj jo pak, po gati 40% të gjithë pensionistëve nuk e përfitojnë këtë. Sipas këtyre efekteve që ka dhënë në zbatimi i këtij vendimi, qeveria duhet marrë masa, mendimi tim, që në bonusin më të afër, ose atë nëse do ta mbaj fjalën për të shpërndar një kombesim tjetër në vitin 2027, të gjej një formulë tjetër që të plotësojë më mirë interesat e qytetarëve, të mos jetë kaq përjashtues për të përfaqësojë një masë më të gjerë të qytetarëve që të jenë përfitues nga ky bonus. Tani, zoti Hoxha, se më duk interesante kjo që thatë juve. Në këto kushte, pas 4 vitesh, do t'jemi me një pension, me pjesën më të madhe të pensionistëve që marrin një pension nga 130.000 lek deri në 222.000 lek? Pa. Pra, prap mbi 500.000 pensionistë pas 4 vitesh, do t'jenë 130.000-222.000. Deri në këto vend, nëse do të mbahet kjo strukturë, sepse kjo është gjithmonë në lëvizje, që do të thotë, kështu është sot kjo strukturë, përqindje, ose ky numër i pensionistëve që përfitojnë këtë lloj pensioni. Ndërkohë, duhet të përmend për shembull vetëm vitin e kaluar janë lidhur pensione mbi 60% të gjithë atyre që kanë përfituar pensione në vitin 2025 janë pensione të pjeshme. Pra, pensionet e pjeshme do të vazhdojnë të jenë të tillë dhe në dinin time këto vënë afërsisht 480.000 vënë sot që janë pensionet të pjeshme. Kur ne synojmë që me politikat qeveritare dhe me ndryshimin e skemave të ndryshme që bëhen her pas here, të futen në skemë dhe këto pensionet në numër të jenë më të larta si pensione të plota pleqërie, jo të pjeshme. Po ndodhet e kundërta, kjo për shkaqet nga më të ndryshmet. Një nga shkaqet kryesore është që qytetarët kanë lënë periudha boshe të pasiguruara për shkaqe nga më të ndryshme. Pastaj futen këtu edhe shkaqet që janë për fajt edhe të qeverisë, sepse një pjesë të periudhave që qytetarët kanë punuar nuk pa i gjenë veten qoftë me ligjin 7 të vitit 2025 për të njëjtur afërhë, sepse ata njojnë që në 18 vjet e lartë, atë pjesën poshtë prap do vjen në gjyq. Ai qytetari e ka ushtruar të drejtën e tij të punës atëherën, ka punuar, por me ligj ti nuk janë një. Kështu që i shpjen në gjyq, sorollatën njerëzit kështu. Ashtu si kurse do venë në përgjyqe edhe një pjesë jo e vogël e qytetarëve që janë sot 40 vjet dhe ata që janë më shumë se 40 vjet, derisa dalin në pension do kenë problem me periudhat e viteve 1994 2011, sepse siç e kam përmendur edhe këtu, në sistemin e sigurimeve shoqërore mungojnë 1.467.000 listë pagesa, të cilat shteti nuk i disponon. Tani dalin pensionet. Dalin pensionet. Kush do që dalë, edhe ta ketë në atë periudhë duhet të jetë i kujdesshëm. Shumë qytetar, kur i u vjen radha se mund ta dëgjojnë kështu si bile shumë qytetarë shikojnë kështu thotë, po prapë për pensionet këta, kur u vjen radha e shikojnë pastaj që se gjejnë veten aty. Që nuk i bëjmë paraprit, si thua vetes tyre për të grumbulluar ato të dhënat që tani. Dhe t'i bjem prapa sepse nëse do t'a kejnë emrin në këto lista që këtyre ju mungojnë, duhet t'a zgjidhin këto, se nuk e zgjidhin në rrugë administrative, duhet ven një gjyq, pastaj sepse sa më shumë largohen në kohë, është më e vështirë për t'u zgjidur. Faleminderit, zoti Hoxha, presim një tjetër telefonat. Mirëmëngjes, përshëndetje. Alo. Përshëndetje, zotëri. Dgjë. Urdhëro. Jam një qytetar në Kuqova. Po? Dhe rri brenda në qytet, po kam pasur gruaja tokë në emër të gruas. Po? Dhe kam mbyllur vetë, kam punuar me naftën, po në kohën që kam qenë pa punë, kam mbyllur 4 vite, 5 vite me tokë. Dhe akoma nuk mi kanë ashtu. Nuk e di pyete një paguhen apo s'paguhet.
Atëre në kushtet e qytetarit kur është me banim në Kuçovë, po Kuçova, dhe me thënë si nacion nuk përfshin vetëm qytetin, ka rrethinat ashtu dhe juve ju ka rënë për rastësi që t'ini martuar me një qytetare që disponon tokë, që ka përfituar tokë dhe si e tillë që në momentin që ju keni lidhur martesën dhe në vazhdim, keni të drejtë të blini sigurim bujku, pra mjafton njeri nga familjet të ketë tokë, mund të sigurohet edhe pjesa tjetër e familjes, por me kushin që të mos jetë siguruar në vendet tjera. Do me thënë juve, duhet të dilni garant atje dhe t'jeni të kujdesshëm që kur të vini të siguroheni për periuda që i keni vetëm bosh, jo për periudat që keni punuar në naftë, juve mund t'i blini këto me atë dokumentin që vërtetohet nga bashkëshortja tuaj, si dhe dokumenti i akt martesës atje, certifikat e martesës, që tregon datën kur jeni lidhur me zonjën, dhe për periudhën në vazhdim ju e keni të drejtë atë derisa të dispononi tokën. Mirë, shumë faleminderit zoti Hoxha, ne kemi mbritur në fund. Faleminderit për gjitha sqarimet dhe kontributin tuaj të vazhdueshëm për qytetarët. Do të shkëputemi për një hapësirë publicitare, rikthehemi sërish pas pak bashkë. Rikthehemi në studio, jemi tani në pjesën e 4 dhe të fundit. Do të shohim shkurtimisht motin dhe trafikun deri në këtë moment në kryeqytet. Moti për sot dhe për javën e nisim fillimisht me ditën e sotme, si do të jetë situata atmosferike në gjithë territorin e vendit. Kemi sërish vranësira, por rreshtet e shiut do të jenë me një intensitet shumë të ulët, ndërkohë që ulësira perëndimore sot do të jetë me diell që do të mbizotrojë kryesisht gjatë gjithë ditës me episode të caktuara ku do të kemi dominim vranësirash dhe rreshje shiu me intensitet shumë të ulët e përsëris. E nisim me temperaturat. Elbasani sot do të jetë në vlerat minimale 10 gradë Celsius, vlerat maksimale 20 gradë Celsius, Bajramsuri 9-20, Kuksi 8-19, Peshkopia 14-23, Shkodra 12-22, Lezhë 12-22, Durrësi 14-23 dhe Tirana 12-24. Berati është 12-24, Fieri 12-23, Korça 8-20, Gjirokastra 12-20, Vlora 14-23 dhe Saranda 13 gradë vlera minimale, 24 gradë vlera maksimale. Kryesisht në qytetet e Bajramsurit, Kuksit, Peshkopis, Shkodrës, por edhe në Berat gjithashtu, edhe në Sarandë do të kemi vranësira sërish gjatë ditës sotme, ndërkohë që do të kemi rreshje shiu me intensitet shumë të ulët. Ndërkohë, në qytetet e tjera do të kemi vranësira pa rreshje shiu, në Elbasan, në Korçë, në Tiranë, në Vlorë, nuk do të ketë rreshje, kështu që me sa duket përfundon edhe episodi i rreshjeve për muajin maj. Teksa kemi sërish nesër një rikthim të vranësirave, por pritet që rreshjet të mungojnë. E më pas nga e mërkura e tutje kemi një rikthim të motit me diell dhe temperaturave të larta që do të shkojnë deri në 30 gradë Celsius ditën e premte që pritet të jetë temperatura më e lartë. Kështu që përveç ditës sotme që do të jemi pak a shumë në të njëjtat kushte atmosferike si java që lan pas, kemi edhe ditën e nesërme që është në të njëjtat kushte atmosferike dhe më pas ditën e mërkur kemi përmirësimin e motit dhe rritjen e temperaturave si në vlerat minimale ashtu dhe në vlerat maksimale. Ndërkohë që piku i temperaturave do të arrijë ditën e premte me vlera atmosferike që do të shkojnë deri në 30 gradë Celsius. Rikthimi i vapës, verës, temperaturave të larta ndodh që prej mërkurës për të vijuar deri ditën e premte që arrihet edhe kulmi i temperaturave. Ky ishte parashikimi i motit për sot dhe për ditën vim. Do të shohim shkurtimisht tani edhe trafikun në kryeqytet deri në këto momente. Sot është ditë e hënë, rikthehet aktiviteti institucional, kështu që pritet që të ketë fluks mjetesh. Shohim si paraqitet trafiku deri në këto momente në kryeqytet. Qyteti duket mirë, pavarësisht se jemi në ditën e parë të javës, nuk ka të paktën në unazën e vogël të Tiranës, nuk ka trafik, e gjithë unaza duket në rregull, trafiku. Okej, kemi pak trafik në autostradën Tiranë-Durrës deri në kilometrin e 2, pasi kalon mbi kalimin e Kamzës, e deri në kilometrin e 2 kemi fluks mjetesh në drejtim të Durrësit apo veriut të vendit. Ndërkohë që kemi edhe aksin si zakonisht nga rreth rrotullimi i Treshit
në drejtim të Tiranës, për mjetet që kërkojnë të hyrë në kryeqytet nëpërmjet Kamzës dhe Paskuqanit, ka fluks shtuar mjetesh. Si zakonisht kemi edhe rrugën dytësore nga Mëzezi dhe Kashari, që nga tërësisht, në paktën në segmentin që është paralel me autostradën Tiranë-Durrës, me trafik të rënduar, edhe pjesa dytësore nga Mëzezi deri sa futesh në qytet. Ndërkohë, pjesa tjetër e qytetit nuk duket ndonjë trafik i rënduar, siç e tham, kemi në disa segmente të zakonshme trafik. Njëri prej tyre është Zogu i Zi, nga kryqëzimi i 21-shit deri te Zogu i Zi ka trafik të rënduar. Ndërkohë, pjesë tjetër e ngarkuar e qytetit është edhe nga kthesa e Ysberishtit deri te fabrika e miellit. Nga Yrsheku, ndërkohë, deri në Ysberisht, që ka trafiku deri në rreth rrotullimin e bulevardit të ri në Ysberisht, që ka trafik i ngarkuar, i rënduar për mjetet që dalin nga Tirana. Ndërkohë, si zakonisht, pjesë tjetër e ngarkuar e qytetit është edhe hyrja juglindore, që nis nga varrezat e dëshmorëve e deri në rreth rrotullimin ekonomik. Ndërkohë, këtu jemi në fresk, këtu jemi te rruga Ura. Pra, dalja e autostradës Unazës, kemi trafik të rënduar si zakonisht. Këtu është segmenti i cili zakonisht ngarkohet, edhe për shkak të kthesës aty për mjetet që shkojnë në disa drejtime. Ky është trafiku deri në këtë momente në kryeqytet, nuk paraqitet ndonjë gjendje jashtëzakonshme ose ndonjë trafik i rënduar. Mund të kalohet, jo lehtësisht, por gjithsesi mund të kalohet. Mundoni të shmangni hyrjen juglindore të Tiranës nga Sauku në drejtim të rrethit ekonomikut. Kjo është pjesë e ngarkuar, më pas rrugën dytësore që del nga Tirana nga rreth rrotullimi i bulevardit ri në drejtim të Yrshegut për të futur pas në autostradë. Këto janë dy segmentet më të vështira deri në këtë moment, shpresojmë që të rregullohen minutat vijim. Dhe me trafikun ne japim fund këtu kohës për të zgjuar për ditën e sotme, do të rikthehemi sërish nesër në orën 7:00. Deri atëherë, kaloni sa më bukur.